Qetësoni migrenën me këto metoda në shtëpi. Trajtimi dhe medikamentet e përshkruara nga mjeku juaj mund të ndihmojnë ndjeshëm në mbajtjen nën kontroll të simptomave më të rënda të migrenës. Por a e dinit se ekzistojnë edhe metoda shtëpiake që mund të ndihmojnë në menaxhimin e simptomave të migrenës dhe në zvogëlimin e shpeshtësisë së sulmeve? Edhe pse këto mjete nuk e kurojnë migrenën, disa studime sugjerojnë se ato mund të ofrojnë lehtësim. Një kërkim i thjesht në internet mund të sjellë një sasi të madhe informacioni, ndaj është e rëndësishme të jeni të kujdesshëm me çdo metodë që lexoni. Gjithmonë konsultohuni me mjekun përpara se të përdorni ndonjë trajtim për migrenën. Cilat janë disa mënyra për të ndihmuar me migrenën? Përveç medikamenteve dhe trajtimeve mjekësore, ekzistojnë disa mjete dhe zakone të jetesës që mund t'i përdorni në shtëpi për të menaxhuar simptomat dhe për të parandaluar sulmet. Bëni masazh kokës. Aplikimi i presionit mbi muskujt mund të ndihmojë në lehtësimin e tensionit dhe stresit, të cilat janë shkaktar të zakonshëm të migrenës. Masazhet gjithashtu mund të ndihmojnë në përmirësimin e qarkullimit të gjakut, gjë që mund të zvogëlojë dhimbjen. Megjithatë, për personat që janë të ndjeshëm ndaj prekjes, masazhet në skalp mund të jenë të parehatshme. Bëni gjumë. Gjumi i tepërt ose mungesa e tij mund të shkaktojë sulme të migrenës. Për të shmangur një sulm ose për të mos përkeqësuar simptomat, është e rëndësishme të praktikoni zakone të mira gjumi. Kjo përfshin fjetjen dhe zgjimin në të njëjtën orë çdo ditë, shmangjen e pajisjeve me ekran para gjumit dhe ekspozimin ndaj dritës natyrale gjatë ditës. Gjithashtu, dremitjet mund të ndihmojnë. Nëse ndjeni një sulm që po afron ose jeni duke përjetuar një të tillë, mund të ndihmojë një gjumë i shkurtër. Bëni ushtrime fizike. Nuk rekomandohet të bëni ushtrime gjatë një sulmi migrene ose nëse ndiheni keq. Megjithatë, aktiviteti fizik ka treguar përfitime në zvogëlimin e simptomave dhe shpeshtësisë së sulmeve. Ushtrimet me ndikim të lehtë, si ecja ose yoga, mund të kenë një efekt pozitiv. Disa persona kanë raportuar se ushtrimet madje mund të ndalojnë një sulm akull. Vendosni kompres të ftohtë. Kompresat e ftohta janë dëshmuar se ndihmojnë gjatë sulmeve të migrenës. Mbani një kompres të ftohtë ose një qese me akull për ta vendosur në tëmbë apo qafë kur ndjeni se po fillon një sulm ose nëse simptomat janë të vështira për t'u menaxhuar. Disa persona preferojnë kompresat e ngrohta. Mos i mbani kompresat më gjatë se 15 minuta dhe shmangni fjetjen me jastëk ngrohës pasi mund të jenë të rrezikshëm. Qëndroni të hidratuar. Dehidratimi është një shkaktar i zakonshëm i dhimbjeve të kokës dhe mendohet se është një faktor që nxit sulmet e migrenës. Mbani gjithmonë ujë pranë dhe përpiquni të pini të paktën 8 gota ujë në ditë. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.